Kryeministri nuk është vetëm politikan, është një artist i madh, një piktor, skulptor dhe mezi presim që të dëgjojmë prej jush, zoti kryeministër, fjala është për ju. Së pari, ju uroj shumë mirë se ardhje në Tiranë. Më lini ta nis, duke falënderuar nga zemra Richardin dhe Cecilian që mbajtën premtimin për t'u kthyer me shumë njerëz me vete. Dhe ja ku jemi, ndërkohë që jam të jetë i kënaqur që qëndem këtu së bashku me një udhëheqës të madh, me një mik shumë të shtrenjtë, presidentin e Francës, i cili vjen në Tiranë për herë të dytë brenda 18 muajsh, pas një periudhe 110 vjeçare ku nuk na kishte ardhur asnjë president, kështu që faleminderit zoti president. Dhe po, kam kënaqësi, po jam edhe i tmerruar sepse të flasësh me një herë përpara Emanuelit nuk është më e mira që mund të vi apo të kesh në jetë, sepse ai e di si të flas. Dhe vjen nga një jetë e mëparshme ku i është dashur të merret me investues, me njerëz të biznesit, me kapital, ndërkohë që unë vi nga një jetë e mëparshme ku më është dashur të merrem me ngjyrat dhe me ekspozitat. Kështu që Richard na ke vënë në një konkurrencë, në një garë krejt të padrejtë. Por mendoj që është një mënyrë për të filluar e për të folur edhe për tarifat e padrejta. Përpara se sa të vazhdoj mëtej, dua të shpreh mirënjohjen dhe po kështu kënaqësinë e madhe që kam për një njeri që e admiroj dhe ai është kaq i admiruar nga të gjithë sa që është ulur midis presidentit të Francës dhe kryeministrit të Shqipërisë. Imagjinojeni se sa i rëndësishëm është. Jasir, faleminderit shumë. Që erdhe dhe që në mënyrë bujare sollët së bashku me Richardin këtë platformë mrekullueshme. Dhe më lini t'ju them që në një farë mënyre unë ndjeva i fuqizuar kur e dëgjova Emanuelin të thoshte që pse në Tiranë, po duhet vi në Francë fillimisht. Kështu që më së fundi bëm një gjë përpara Francës, që është një fillim i mirë. Dua të flas shumë shkurtimisht, që nuk është pika ime e fortme, qëra fjala, sepse përgjithsisht udhëheqësit në Ballkan i kanë fjalimet e gjata dhe pas 4 zgjedhjeve rreziku për të folur edhe më gjatë është shumë i pranishëm, por do të përpiqem të flas shkurt dhe dua të them që jemi shumë krenar për atë çfarë kemi arritur deri më tani. Më besoni, askush nuk do ta kishte imagjinuar atë çfarë po ndodh sot, atë çfarë ndodhi dje, dhe nuk po flas për imagjinatën e 100 viteve më parë, po flas për imagjinatën e 10 viteve më parë, 5 viteve më parë. Kështu që kemi bërë një rrugë të gjatë. Tani më jemi dëshmitar të rezultateve, të ndryshimeve
që po realizojmë. Dhe kjo është një gjë që ashtu siç na jep kënaqësi edhe na tmerron, sepse përgjegjësia është shumë më e madhe. Dhe kërkesa për të patur rezultate në nivele të larta po rritet dita ditës. Dje zhvilluam një summit fantastik të komunitetit politik evropian dhe kuptuam se sa e ndërlikuar është që të organizohet një eveniment kaq i madh.